afër procesin e votimit. Renaldo, nuk e kishim të mundur audion nga zoti Celibashit, lutem ndonjë informacion se çfarë ka deklaruar, çfarë shprehur. Zoti Celibashi sapo ka mbritur, siç e kemi ndjekur në pamjet e drejtë për drejta, është takuar me zyrtarët e KZAZ-s dhe tani është duke inspektuar të gjashta qendrat e votimit që janë në këtë KZAZ, të ngritur në këtë shkollë në Vorë, dhe më pas do të ketë një prononcim për mediat për të sqaruar edhe atë çfarë ka ndodhur. Por për momentin nuk ka bërë asnjë prononcim zoti Celibashi, ndërkohë që në këtë moment është brenda qendrave të votimit, duke u takuar me komisionerët dhe përfaqësuesit e KQZ-s në këto qendra votimi për të kuptuar edhe ai se çfarë ka ndodhur dhe na ka thënë se në përfundim të këtij inspektimi do të ketë një komunikim me mediat. Në këtë KZAZ janë të ngritura 9 qendra votimi dhe janë mbi 3900 qytetarë që kanë të drejtë vote, qytetarë të Vorës që votojnë në këtë KZAZ. Aktualisht procesi vijon i qetë, që nga raportimi jon i fundit nuk ka patur asnjë incident tjetër dhe mbetemi në pritje të deklaratës së zotit Celibashi se çfarë ka ndodhur dhe kush kanë qenë ata persona që Partia Demokratike i ka akuzuar se kanë falsifikuar bedxhet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit Renaldo, isha me Renaldo Saliani, nderuar shikues. Ndërkohë ndjekim një moment një deklaratë